Parashojmë që për 4 vjet të ndojmë një buxhet për 1 miliard euro, 120 milion euro nga to ja dedikojmë vetëm kryeqytetit. Nuk garantojmë që çdo shkollë e Kosovës për 4 vjet do të ketë mësim gjithëditor. Për 2 mandate absolutisht është e mundshme. Po mësimi gjithëditor është projekti më i madh në të cilin do të japim energjinë tonë. Parashojmë që për 4 vjet të ndojmë një buxhet për 1 miliard euro të dedikuar për mësimin tërditor në gjithë Kosovën. 120 milion euro nga to ja dedikojmë vetëm kryeqytetit për shkak se kryeqyteti është duke e implementu reformën. Këtu mbulohen investime kapitale në ndërtesa, në kuzhina, në mësimdhënës, në shujtat e ngrohta dhe në gjitha aktivitetet e tjera të cilat janë përcjellëse të mësimit tërditor. Mendojmë që kjo është aq e nevojshme sa që të jetë prioritet. Ne nuk garantojmë që çdo shkollë e Kosovës për 4 vjet do të ketë mësim gjithëditor, po gjithsesi për 2 mandate absolutisht është e mundshme dhe unë mendoj që Kosovës dhe secili nxënës e meriton mësimin gjithëditor për shkak se janë kushte të barabarta brenda shkollës të cilat duhet i gëzojnë secili fëmijë i Kosovës. Automatikisht parashojmë ngritje të cilësisë në të gjitha aspektet. Është projekt shumë serioz, duhet qasje serioze gjithëpërfshirëse, na duhet përkrahja e prindërve, përkrahja e stafeve shkollore. Për këtë parashojmë që të mbështesim edhe mësuesit, jo vetëm me trajnime, po edhe me digitalizim të shkollave, kurrikul digjitale, edhe me gjitha mjetet konkretizuese aty. Mendoj që në këtë rrugtim ka shumë donatorë të jashtëm, projekte të IPA-s të cilat do të na mbështesnin, sepse është model evropian dhe mund të merren shembuj të mirë nga Evropa dhe mund të bëhen projekte kreative po ashtu. Kjo e nxit edhe konkurrencën edhe do ta përmirësoj performancën e nxënësve tonë në përkara ndërkombëtare, padyshim edhe në PISA dhe në çdo konkurrencë tjetër.